Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha bëri thirrje sot në një prononcim për mediat jashtë sallës së Kuvendit për një mobilizim qytetar kundër ndryshimit të ligjit për pezullimin e ministrave, i cili sipas tij forcon pozitat e kryeministrit Edi Rama dhe strukturës së tij politike. Berisha e cilësoi ligjin si një mburoj për kryeministrin Edi Rama dhe akuzoi maxhorancën se po vepron si pushtues ndaj qytetarëve. Ligji që ka paraqitur në parlament është në kundërshtimin më flagrant me kushtetutën. Ligji është një mburoj për Edi Ramën dhe familjen e tij, për organizatën kriminale që kryeson, që të vjedh duke i shpëtuar ligjin, duke qëndruar mbi ligjin. Pasojat e këtij ligji janë të jashtëzakonshme. Berisha ftoi qytetarët të dalën nesër në protestë në orën 18:00 në rrugët dhe sheshet e Tiranës, duke cilësuar pjesëmarrjen si një akt guximi epik për të mbrojtur qytetarët, pasuritë dhe të ardhmen e tyre nga ajo që ai e përshkroi si një organizatë kriminale me në krye Edi Ramën. Tani e gjithë skenari i sheshit është misteri i kryengritjes paqësore. Po edhe mund të hyjnë njerëz të dëshpëruar që kryejnë veprime të këtilla apo të atilla, por thirrja jonë është protestë paqësore. Ndër të tjera, Berisha akuzoi edhe kryetarin e gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgjin dhe të tjerët që nuk po respektojnë të drejtën e prokurorit të SPAK për të pezulluar ministrin kur hapet një çështje penale, duke cilësuar këtë si një shkelje të hapur të kushtetutës.